Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Tropojës, ku një konflikt midis dy të rinjve ka përfunduar me plagosjen e një 23 vjeçari. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së hënës në rrethanat që ende po hetohen nga autoritetet. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tropojës, autori i dyshuar i plagosjes është identifikuar si Orgert Lataj, 18 vjeç, i cili është shpallur në kërkim. Ai dyshohet se ka goditur me mjet prerës të riun 23 vjeçar pas një përplasje që ka degraduar në dhunë fizike. Burime nga spitali lokal konfirmojnë se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka marrë ndimen e nevojshme mjekësore dhe është nën kujdesin e stafit shëndetësor. Nga hetimet paraprake, dyshohet se shkaku i konfliktit kanë qenë motive të dobta, por policia ka nisur një hetim të plot për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, por dhe për të kapur autorin e dyshuar. Ndërkohë, uniformat blu kanë intensifikuar kontrollet në zonë dhe po punojnë për lokalizimin dhe arrestimin e 18 vjeçarit.